Në ditën e tretë pas përmbytjeve masive që përfshin të gjithë qytetin e Durrësit, situata po vjen drejt përmirësimit, por ka shumë problematika, kryesisht në zonat e veçanta siç është Ishkëneta, Shkozeti, zona e plazhit në Durrës, ndërsa Katundi i Ri duke se është një njollë e re e përmbytjeve për ditën e sotme, pasi lumi erzen ka dalë nga shtrati i tij, duke shkaktuar përmbytjen tokat bujqësore kryesisht në zonën e Katundit të Ri. Këtu ne jemi në zonën e Shkozetit të Durrës, zona industriale më e madhe e qytetit bregdetar ku operojnë një numër i madh i bizneseve vendase dhe të huaja. Këtu në zonën e Shkozetit problematike janë përmbytjet kryesisht në zonën e Nishtullës ku operojnë një numër i madh biznesesh të cilat qëndrojnë prej 3 ditësh të mbyllura si pasojë e përmbytjeve që janë shkaktuar. Janë banorët këtu, por edhe punëtorët të cilët shprehen se firmat, kompanit kanë mbyllur dyert pasi uji ka hyrë në katet e para dhe deri në momentin kur ky ujë të largohet nuk mund të operohet me rifillimin e punës në bizneset që gjenden në zonën e Shkozetit. Në rrugë situata është drejt përmirësimit, ka rrugë të cilat kanë sasi të mëdha të nivelit të ujit që shkojnë nga 30 deri në 40 cm, por është drejt përmirësimit. Këtë situatë të vështirë në Durrës të 3 ditëve të fundit duket se e vështirësonte më shumë i ftohti që ka nisur ditën e sotme. Të gjitha ato familje të cilat gjenden në ujë duhet të përballojnë edhe temperaturat e ulta që ka nisur ditën e sotme në Durrës dhe në mungesë të kushteve bazike në familjet e tyre duhet të përballojnë edhe temperaturat e ulta ditën e sotme e për këtë arsye kërkohet ndihmë nga shumë familje të cilat gjenden të përmbytura, qoftë me ushqime dhe qoftë me veshmbathje dhe kryesisht në zonën e Ishkënetës në Durrës, ku deri tani numërohen 900 familje të përmbytura. Si paraqitet situata sot pas përmbytjeve, shoh që uji është tërhequr? Situata është shumë pjesë është më shkatru çdo gjë këtu. Parketet i kom heq komplet në përdhoma. Energji elektrike 2 dhoma edhe veranda këtu së punon fare. Domet sa janë në shtëpi, keni bërë një llogaritje pak a shumë? Po vallai, vetëm parketi ku e sa shkon tash gati 100 metra katror është shtëpia. Që e kot pas bleun atëre 2-13.000 lekë metra. Ndi shtëpiake ju kanë dalë jashtë përdorimit? Frigoriferi 1, edhe tjetër gjë jo. Kaq. Divanet janë shkatruar mirë për 2 mobiljet po, që janë këto rafta, që majmë rrobë. Grupet e verifikimit kanë ardhur? Jo, s'ka qenë fare, s'ka pas kur njeri. Po gjatë këtyre ditëve ndihmën e shtetit e keni ndjer? Jo, nuk ka pas fare. Faleminderit. Keni situatën sot? Për faqe zezë. Prej sa ditësh jeni? Kam shku 3 ditë frej Gos Kavash. Falë. Gos Kavash frej se s'ka ku frej. Ka hiu i brana gjysmë metë. Ju kanë dalë jashtë përdorimit gjithë kati parë? Po, jo, gati gjysët, jo. Jo, gjitha jo. Do me ka shumë? I ngrita për momentin, i ngrita. Momentin më në jem në qi, smojta po. E një ujtë, ka i 20 cm ujë brana. Brana komplet. Hajde shifja goj. A kanë ato grupet e verifikimit? Kam 3 ditë frej, s'ka ku frej atë
Gos Kavajs. Hajde, Azja, E s'ka gjë. Më thoni, sa jeni përmbytur, çfarë po bëni? Po jemi përmbytur të gjitha, llogaritë mjetet e shtëpisë që janë orendit, të gjitha. Sa ditë u bën në ujë? U bëm 2 ditë. Po tani është përthar, sot është përthar, sot pak. Ujë është përthar. Nuk është ashtu siç ka qenë gjendja që qe ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë. Kanarë ju kanë vizituar? Kanar, po. Po, shumë të rregullt. Jo, kanar. Thirrje bëm në kanar. Përndim. Të gënjë pak, kanar. Po grupet e verifikimit kanë ardhur për të bërë dëme? Po. Shem, aje poshtë edhe në shem në tjetër, ai ka djali bri daljet i vun të heku, shtylla fjon të shem dy shtëpia të çonëve të dhura. Po pse? Që nga shi oranj, Ku e ke shtëpi? rëmbe. E kam si për tunelit trenit, ka me të canë, jo shko dhe... Është përmbytur? Po përmbyt. Po, ujti, kodrës që vjetë gjithë aty, edhe më lidhet të në ka dalja, ka shem monin, ato shem në tjetëri. E qoni edhe ka ashtu tani zoti, inshallah. E hoqi, ajo erdhën me motorpom, zerfikse e hoqi. Pra E sot tani- situata është përmirësuar. Po, 100%. Është më mirë. Ishim në rrezik, po erdhi ajo dhe hoqi. Sa dëme patët? Po nuk pata, zero. Po të tjerët patën hyri ujë në për... Nuk e di. Si është përmirësuar sot apo jo? Kjo është përmirësuar shumë, po është problem se ka dalë ke krau tjetër. Kurse këtu nga që u qa kanali, ne na erdhe mu nga njëri gish pa hyn shtëpi. Dëm nga bon nga balkoni e ke tjera sa Me duhet, po lagështirë. lagështia është e pa pamë, ja që kem të pi kafe tash në për kryshnosh me i vend. Edhe i ka hy ujti komplet mrena. E hy me kpucë të pi kafe për kryshnosh me kpucë mrena. Aq skandal ka qenë. Këtë problemi i kanalit, nuk u pastru mirë. Ura atje është një kohë që duhesh pastru. Atje që të merrte ujin, nga se ka marrë ura. Gjithmonë nga ky problem? Problemi më i madh ka qenë kanali. Problemi më i madh ka qenë kanali, po shqyr desh zoti që janë ky privati, që ka punu 9 ditë. Ky këtu që ne kemi mirësi që kemi këtu, se ne për shtetin kena marrë punë. Ai shkreti 9 ditë, e që të ka heq ujin. Ai që është përmbytur. Për më të merë si shmë këtu, ka qenë hikte ujin nga këtu, hikte këtu rrugës. Aq shumë ujë ka pas. Ne jemi Dhe gabimi është dhe joni, po dhe i shteti. Shteti pasoj si vjetë ne mbushë prapë. Shiu matë të në punë e zotit s'ke që i bërë. Tani bashkia do të punoj pak. Sot është më ndryshe situata? Më mirë është, po këtu janë mbyllur të firmat. Punoj firmat e huaja këtu. U ka i rujt brenda ka të parë. Këtu s'ka, nuk punon njeri këtu. Tu kanë ardhe edhe të ushtri që e gjinoj, po prapë nuk normalizohet me ka gjujtë sa Ka ka. pas shumë shtëpi dhe biznese të përmbytura në këtë zonë? Bizneset tëra këtu të përmbytura. Shpi, ja, pak këtu ka të parë, te pallatet tona këtu. Tani, zotit i themi, se njeris po duket. Faleminderit. Se bashkia do të çarë. Ishte. Po, ishte tërheq, vetëm në borë kishte se katet e qelit e para. Po punonin. Këti s'na punon, që kom punë kabli që e marrë këtë vlaj. Po, o prish një komplet. Bëno një video ti?
Po. Tek me uje. Ja. Top që ja jemi të bërë. A qesh do gjoj që më tjerë jashtë? Shenja. Në ujun? Po. Nuk ishte roba të jo. Na i sjell dhe pak tuta? Pëtje të shkëmë. Po i kena po... Ishte plot me ujë. Pa plot me ujë pa I dhim se të tjera mëse. Na që do në pa zotë. S'është mirë kjo gruja. Kjo gruja jote s'është mirë. Sa më ju që të bëjë? I gjime në jevë. Nemi për të një, ka mërë pas suga, ka vajka për pas të shvinë. Edhe këtë bëjë, një më Mos ma nxirr shkopin. Mëna më më qek kokër, por t'i si të regullë më gjithën. Të vinë për bëjë punë tonë, hajde, argarë për punë bëjë. Futu një çik ti tani aty. Po. Hajde. Ska ujë se t'i ka qenë rrasë në shpinë atje. A dalim aty me? Apo jo, nuk kalohet. Prit se po merr panje.